Mirë, është momenti që ndalemi pak tek një ngjarje, aty ku duhet kërkojmë ndonjëherë dhe drejtat e shqiptarëve për ngjarjet që ndodhin edhe për abuzimet që ka, paçka se do duhet që të kryhet një dënim. Në burgun e Nigridës do të flasim me shqiptarin i cili është në pritje edhe tek një procesi gjyqësor që do të ndodhë në datë 17 qershor, megjithatë ka përfunduar periudha e dënimit dhe pak kohë më parë ka patur një konflikt me policinë grek të burgut që pretendon se është dënuar nga ky i fundit. Është ndëruar, do të kemi me Sajmir Zefin, në vitin 2023 ai ka pretenduar në mediat shqiptare dhe se është dhunuar nga 4 policë grek, pra nuk është episodi vetëm i dhunës. Është prind i 2 fëmijëve, e kam në lidhje telefonike. Në fakt do të kem në lidhje telefonike Sajmir Zefin. Sajmir, besojmë dëgjon? Përshëndetje, unë dëgjoj. Përshëndetje. Do të jetë gjithashtu edhe Viktor Prela, babai i Sajmirit. Viktor, knajsi, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se vjen. Po nis bisedën me Sajmirin. Sajmir, për gjithë ata në fakt që bëjnë edhe ndoshta nuk gjejnë mbiemrat e përbashkët me babain, ti e ke patur emrin Simon Prela, por e ke ndryshuar apo jo, në Sajmir Zefi? Po, kam ndryshuar në 2011, po. Ti e ke përfunduar dënimin tënd, Sajmir? Unë përfundoj dënimin tim me datën e 16 firmosi. Po. Për me dal me kusht. Po nuk mund dal me kusht se kam gjyqin tani ka skala 2 e gjyqit për policin e Kavallës me si jam kanë 2022. Për 2022, më thuaj pak njëherë, për çfarë je dënuar? Për ata jam dënuar se ka bërë denancim polici, se kam godit unë, se më ka godit aj, se i bana denancim unë, bani edhe aj. Denancim time futëm në arkiv, kurse denancim e policim do të nëjë gjykata Kavallës mu 7 muaj me burg. Ku të ka ndodhur, prit, dua të kuptoj pak, lutem. Ti e dënuar në cilin vit? Unë jam dënuar 2022 me 21 pari 2022. Pra, në 21 janar ti e dënuar në 2022. Po. Kur je dhunuar nga policia e burgut? Nga policia jam dhunuar 2022 me 4 i treti era par. Të 2022. Po. Pse të kanë dhunuar? Çfarë ndodhi atë ditë? Polici si ishte polici me të ogonit aty në Kavallë të policia, asë nga një të i fshatë, si jam unë aty në Kavallë. I tha i gjatë kese në usëstime dhe i tha shune pse flet ashtu dhe hini më në të Ka ofenduar nusën tënde? Po. Dhe të ka goditur ty? Edhe hini më goditi muaj. Si u soll policia më pas? Në basë kësa ngjarje? Policia, unë banë në denancim ati, a i banë në denancim mu, dënovën sa të mu hika. Po, në 2023 kishëm një gjyqën për në Kavallë, për patent. Për patent? Po, për patent. Po? Në kapën 2023, e më sunë për gjyqë, e kishëm me 3 i 2023. Po? Në Kavallë, gjyqën. Edhe i njëjtë polici ishte prepe në puna ditë, edhe nuk më qoj mu në gjyqë. Më qoj ditën tjetër, më qoj me datën 3/3. Pra ka qenë njëti policë që ti ke patur një proces gjyqësor, pra që je zënë? Po, edhe më qoj ditë me vonesë, u dënova mungesuna.